Fatos Nano, lindur me 16 shtator 1952 në Tiranë, ishte një nga figurat më me ndikim të politikës shqiptare pas viteve 90, i konsideruar gjithësisht si arkitekt i rilindjes të së majtës moderne në Shqipëri. I diplomuar për ekonomi politike në Universitetin e Tiranës dhe me specializime jashtë vendit, përfshir një periudhë në Institutin e Studimeve Ekonomike të Vendeve të Lindjes në Vjenë, Nano ushqua si intelektual me vizion perëndimor dhe kritik ndaj izolimit të ekonomisë shqiptare gjatë periudhës komuniste. Në vitin 1991, në muajt të fundit të regjimit, u emërua kryeministër nga Ramiz Alia, po atë vit ai drejtoi procesin historik të shëndrimit të Partisë së Punës në Partinë Socialiste të Shqipërisë dhe u zgjodh kryetari i saj i parë. Me këtë akt, Nano hodhi themelet e një partie të re me orientim social-demokrat të pavarur nga trashëgimia e së kaluarës komuniste. Në vitin 1993, në qeverisin e Sali Berishës, Nano u arrestua me akuza për shpërdorimin të ndihmave humanitare, një proces i konsideruar gjerësisht si politik. Nga burgu ai vijoi të ndikonte në drejtimin e Partisë Socialiste, duke u bërë simbol i rezistencës opozitare dhe i unitetit të së majtës. Pas krizës së vitit 1997, që rrëzoi qeverinë e djathtë pas kolapsit të skemave piramidale, pastaj fitoi zgjedhjet dhe Nano u rikthye si kryeministri i Shqipërisë. Nano drejtoi qeverinë në disa periudha të ndryshme, duke mbetur një figurë dominuese politikës tranzitore shqiptare. Pas humbjes në zgjedhjet e vitit 2005, Nano u tërhoq nga drejtimi i PS-s dhe më vonë edhe nga politika aktive, por trashëgimia e tij mbetet e dukshme.